Ndarja e partive politike në baza etnike për shkak të ligjit për Branitella për analistët politik është plotësisht normale, pasi ata në këtë mënyrë përpiqen të grumbullojnë sa më shumë pikë politike para trupave të tyre votues. Për Ibrahim Mehmetin dhe Jove Kekenovskin, LSDM dhe PDSH përmes mbështetjes së rivalëve të tyre politik kanë dobi të dyfisht. Nga njëra anë ata paraqiten si patriot tek bashkësitë etnike të cilat i përfaqësojnë, ndërsa nga ana tjetër shkatrojnë koalicionin VMRO-DPMNE-BDI. Do ndarje bashkime ose të themi përkrahje në bazë etnike të çështjeve të ndryshme janë praktike zakonshme në ambientin e maqenisë dhe kjo qartësi flet për atë se temat etnike edhe më tutje nga partitë politike llogariten dhe shfrytëzohen për rejtingun e tyre, për ta forcuar rejtingun e tyre dhe kjo është shumë e dukshme edhe në këtë rast. Nëse shohim arsyeshmërinë e përkrahjes ose refuzimit të këtij ligji, atëherë duhet ta shohim nga aspekti i shtetit dhe nga aspekti i ndërtimit të besimit në Maqedoni, ku masat të cilat e tangojnë vetëm njëra anë, ndërsa e hidhrojnë anën tjetër, edhe se mund të kenë efekte kontraproduktive. Në vit të njëjtë është edhe analisti tjetër Jove Kekenovski. Është normale të pritet që partitë maqedonase respektivisht LSDM-ja të mbështet propozimin e VMRO-s, pasi nëse nuk e mbështet do të shpallet tradhtar tek elektorati i Maqedonas. LSDM në këtë situatë mund të ketë dobi të dyfisht. Fillimisht do të tregohet si parti që interesohet për Branitellat, ndërsa nga ana tjetër i bën dëm VMRO-DPMNE-s, pasi ja shkatron koalicionin. Nga ana tjetër ishte normale që PDSH të mbështesë kërkesën për rregullimin e të drejtave për cilat është angazhuar BDI-ja, pasi nëse nuk i mbështet, edhe ajo do të shpallet tradhtare tek elektorati shqiptar. Dhe nga aty normale është kjo ndarje etnike e partive, por kjo është për mbledhjen e pikëve politike para votuesve të tyre. Nga ana tjetër, tani më pas hyrjes në procedurë parlamentare të ligjit për Branitellat të dorëzuar nga ana e VMRO-DPMNE-s, analistët e shohin pothuajse të pamundur shpëtimin e qeverisë. Sipas tyre, nëse BDI do të hiqte dorë nga kërkesa e saj për rregullimin e statusit të ish-pjesëtarëve të UÇK-s me këtë ligj, do të humbas seriozitetin dhe besimin para elektoratit të vet.